e din krejt si është gjeografia edhe shtrirja e fshatit Caralluk edhe Drejnovc. Ne aty kemi mnajt gjithë kohën, çdo ditë kemi pas çdo mbrëmje betejë me forcat serbe. Gjatë kohës së bombardimeve. Edhe para kësajna. A nuk tërhiqeshin forcat serbe nga aty? Në fakt si ndikuan bombardimet të ajo që ke parë? Para se të nisin bombardimet dhe pas bombardimeve? Gjatë bombardimeve? Bombardimet në fakt e shtuan intensitetin e madh të agresorit edhe të aktivitetit të forcave serbe. Ata nuk zgjedhin më metodë. Domethënë ka pas aq shumë bombardime. Madje kështu kanë thënë edhe disa herë, ndoshta edhe jam sfidu. Unë kam një pjesë shkëgjat të çmueshëm të këtyre inqizimeve kur në distancë 200 metra, mirë po në pjesën e ulët të fshatit e forcat serbe në pjesën më të lartë. Sipër atje po, në breg? Më sipër në breg që unë kam filmu duke gjujt e bombardu fshatin. I kam gjitha këto inqizime, tanksat e mëdha duke inqizu. Ne kemi pas aty një betejë të madhe disa mujore, për arsye se nuk keni lëvizur nga pozicion. Absolutisht. Disa muaj. Disa muaj ne nuk kemi, jo disa muaj, ka më shumë, në fakt ashtu më shumë se 8-9 muaj që ne nuk kemi lëvizur për fshatit Caralluk edhe Malishev. Kur kemi pas pozicionet Buzë rrugës, jemi taku shumë herë me forcat serbe kështu përballë. Si, në çfarë distancë? Po për shembull është data 28 e maj mend dita e pushimit të UÇK-s 28/10/1998, kur unë kam aty edhe është një foto që atëherë pa shpërnda shumë që unë zihem përballë dikon një konvojt 500-600 automjete përballë ty në mes të rrugës, domethënë midis rrugës. Konvoji përpara? Konvoji përpara duke dalë prej Malishevit, unë midis rrugë kam dalë, jam me snajper kështu që kam dalë përballë. Atë ditë ka qellu edhe misioni OSB-s aty për shkak që ne patëm disa civil të lënduar për shkak që kishin vendosur disa bomba të kurdisura në për rrugë, kishin lidh me telekom po. Edhe ka kanë kalu këmsorë, se ndodhe erë në pushimin një pjesë e banorëve u kthy edhe nga gëzimi për të kthy hasën e bomba, dhe më thonë, ka prej këteli me bomba kanë qenë. Edhe patëm aty misionin edhe ka qenë, pe kujtoj tash. Sa zgjati ai moment kur ti u ndodhe mes rrugë dhe kishe përballë eskortën ushtarake të tyre? Dikon ja 30 minuta, ata janë dalë, ne jemi ndalë, s'kemi ditë që me bon si është ditër në pushimin. Në fakt, mu më kanë bashkangjit një pjesë e madhe, fshihet fotografi vëllau Shkumbini, një bashkëftëtar tjetër, Shani Hoti, cili ka ndru jetë. Ne u bom aty dikon janë 20 ushtarë, po ishte një pozicion që nuk di, as ti në ata shatë bënin as ne. Ose beja u gjetë aty. Po ndje nevojë nga brenda për t'i goditur serbet? E ndjeja shumë. Duke parë çfarë kanë bërë, çfarë masakra kanë bërë, çfarë krime mizore kanë bërë. Po e ndjeje, po të vinte nga brenda, nga fundi barku, nëse mund ta them ashtu. E ndjeja shumë edhe këtë ndjesien për t'i goditur ashpër bësh me një ngjarje tjetër disa ditë më vonë. Kur shtëpinë tonë që ka qenë diku shtabi UÇK-s, ata jo rastisht e përdorën, madje ka edhe filmime, jo rastisht e kanë përdorur edhe si shtab kryesor të forcave serbe në Malishev. Pra po shtëpia ju në kohë edhe sot, që dikur pra përdori si shtab i gjithë këtyre protagonistëve të UÇK-s, edhe në kohën e maskave, gorilës e fshet, ata përdorën aty, edhe është rruga, shtëpia, ne ka qenë vreshta dhe po unë me babën ndjes pas, ka ndrujen 2018 me vllain Albanin, me dajën Bekimin, me djemt e Migjës Manin, me Migjën Ademin, me djemt e Bacit Ganim Dinin, ne e kemi sulmu veç shtëpirën e tonë me prej dhe kemi godit serbet aty.